20 vjeçari ndroi jetë në burgun e Shkodrës, dyshime për vonesë në ndihmën mjekësore dhe krizë në sistemin penitenciar. Në burgun e Shkodrës ka ndruar jetë 20 vjeçari Nikolaj Jonut Erion Deliver, i lindur në Rumani dhe banues në Shkodër. Përmes një njoftimi, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve pretendon se Nikolaj Jonut Erion Deliver ishte transportuar me urgjencë drejt spitalit më të afërt. Transporti dyshohet se është bërë me vonesë vetëm pasi ishte vënë re gjendja e tij e rënduar shëndetësore ku fatkeqësisht nuk ka arritur të mbijetoj. Drejtoria e Burgjeve thot se ky shtetas ishte arrestuar në tetor të vitit 2024 për vjedhje dhe prodhim dhe shitje narkotikësh, ndërkohë po punohet për zbardhjen e plotë të rrethanave që çuan në vdekjen e këtij shtetasi, nëse ka patur shenja dhune apo jo. Kjo ngjarje vjen në një moment kritik për sistemin e Burgjeve, i cili prej muajsh është përfshirë nga skandale, denoncime për keq trajtim, mungesë të shërbimit shëndetësor adekuat mbi popullim dhe dyshime për abuzime institucionale. Rastet fundit kanë ngritur alarmin për neglizhencë, mungesë mbikëqyrje dhe dështim të mekanizmave të përgjegjësisë. Përballë kësaj situate, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Burgjeve janë në presion për të dhënë përgjigje të sakta, jo vetëm për këtë rast, por edhe për një model problematik që duket se po përsëritet. Ndërkohë, pak muaj më parë një tjetër ngjarje e rënd u regjistrua po në burgun e Shkodrës, ku i paraburgosuri Brendon Ronald Saporito, 57 vjeç, u gjeti varur në dhomën e tij nga bashkëvuajtësit, ku vdekja e tij ende mbetet mister.